Edi zihet me Benitën dhe Albën në mes të dhomës së ndenjes, ndërsa të tjerët rinë e shikojnë duke kuptuar se situata ka marrë për keq. Tensioni mes tyre ka kohë që është ngritur, por kësaj here Edi duket I lodhur nga komentet dhe tallet e vazhdueshme. Ai ngrihet papritur nga divani dhe u afrohet, I acaruar, ju lutem, mbylleni gojën një herë. Jeni bërë të padurueshme. Vetëm flisni e flisni pa ditur as çfarë thoni. Benita përpiqet të rrijë e qetë, por toni I Edit e ngacmon edhe më shumë, apo? Tani do na mësosh ti neve si të flasim. Se nga ç'po shoh, ti je ai që humb durimin më shpejt se të gjithë. Alba I bashkohet me një buzëqeshje ironike. Po, Edi. Se qen ka shumë burr I fortë kur ngre zërin. Zgjidhja e vetme që di është të bërtas. Edi tund kokën, I shgënjur, nuk po ju them asgjë për të bërë të fortin. Po them atë që shoh. Ju jeni bërë si plakat e lagjes, gjithë ditën vetëm duke komentuar, duke tallur të tjerët dhe duke krijuar drama për qejf. Benita e ndjen goditjen e fjalëve dhe çon vetullat lart, plaka? Ne? Edi, ti se ke iden sa I gabuar je. Ne të paktën flasim hapur. Ti je ai që ofendon kot, pa arsye. Alba shton, as mos u mundo të kthehesh me fjalë të mëdha Edi, se nuk po na hapit fare. Thjesht po tregon dhe një herë se si je. Edi, ende I ndezur, u kthen. Unë po ju them të vërtetën. Ju po e teproni çdo ditë dhe pastaj bëheni viktima sikur nuk keni bërë asgjë. Ju po silleni keq me të gjithë. Debati vazhdon të nxehet. Zërat rriten, ndërsa të tjerët fillojnë të afrohen për të parë nëse situata mund të përshkallëzohet më tej. Benita dhe Alba nuk tërhiqen as pak, ndërsa Edi nuk ka ndërmend të hesht, atmosfera bëhet e rëndë, plot tension dhe nerva, duke treguar se ky konflikt nuk është thjesht një keqkuptim, është shpërthimi I gjithë çka qenë duke u grumbulluar prej ditësh.